ata thjesht po tatojnë fuqinë e tyre, po siç ju thash, problemi është që në qoftë se ata nuk provojnë një dokument, ky takim është vërtet ai takimi që Berisha dhe të tjerë godasin. Në rast se ata do guxojnë që nga ky takim ta bëjnë një institucion dhe Partia Demokratike i ka mjediset për ta bërë këtë punë dhe të dalin me një dokument, më besoni që atëre do marrin vërtetësi dhe atëre ata do kenë ndihmë dhe nga individ të tjerë, të cilët njohin ideologjinë, që njohin politikën, se si kjo lëvizje mund të marrë jetë. Po në qoftë se do vazhdojmë me këtë pjesën e, të themi, e puzzle-it ose me pjesën e të mbajturit puzzle të gjërave, besoj që gjërat do shkojnë në ullinë e tyre. Tashmë ju dini Partia Demokratike me Partinë Socialiste do fillojnë të merren me reformën zgjedhore dhe reformën territoriale dhe gjërat do fashiten.